A është e vërtet në udhësim vajzat janë të buta si buka taze, ndërsa kur martohesh bëhen si ghurabie të forta. Ku shkam të të A që ishë ma forta, kur i thëmë nanës, si mund është me nëjë 4 orë në nëjë. A ishtë thot, e vetë në pjesë që unë pushej të që nuk e një babin të folë. Parosie, Jo? a ke pas trem pak që të kam thanë, hajde se të me gjithë të ty. Ja, shumë. Kena pas perioda që kena qenë edhe si shella, e ma thënë si fillen pak murit, përse kur nisi fëmijë kena qenë qitë. Kena një gjunave. Kur nga kanë tirë hajde shpije, kena pas akshami, kur ka të më hoqë, i zash më këti shpije gjithmonë. Kuma ka bo këtë kafe, vala e pepi, një herë të në ka filloj. Këshireni qëtë recet deri në fund se është bash interesante. Dhe jam ishte dashur një recet shumë e lehtë dhe shumë e shijshme sidomos për fëmijët. Unë tani këtu i vendosin në frikën e Turizmi është dek shumë delikate. Domethënë na kur punon turizëm në 2025-ën, unë nuk mendoj për 2025-ën a kam pas sukses ajo. Unë atë gjë planifikoj 2026-ën, se turizmi është dega si tinë se weekend e mund me shoh me fjalë të mira, nuk ka nevojë me shërbime të mira, shoh me fjalë të mira, ajo domethënë bin kthehet më vonë. Se ushqinarët e kam ka qenë sezon e mirë, merri parë ditën e mirë, bojë mas i pafshi. A kupton? Nuk qenë ka vend për ta na punë. A dan ujtë amëll, kam talëzu, a dan ujtë njëmë, a dan plash me ranë, a dan plash me gurë, a dan lumë, a dan lisje, a dan qëka të dush. Pa, diçka vlaj, a ke shrutikit për rrugë, a ke ba kopi pas? A ke dhe se e kam ba kopi pas, pa? Për në këtë rast edhe ju keni të kontribu shumë për mirujt edhe popullin edhe vendin edhe gjuhën edhe turizmin edhe gjithë zonët dhe me thanë si piknisje e kena gjithmonë e kena pas dhe me thanë Kosovë.